Në kuadër të 3 muajve të mirë, Myftinia Shkodër zhvilloi një tribunë fetare në ambientet e xhamisë Paruc. Tribuna u drejtua nga teologja Ida Shega, e cila ndau këshilla dhe mesazhe mbi rëndësinë e besimit, adhurimit në Zot dhe rëndësisë që ka dija, shkenca në besimin islam. Besimi i jetuar, motrat e mia, është vepër dhe jo vetëm fjalë. Argument për këtë është ajeti kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thotë: Ja eyyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun. O ju që keni besuar, përse thoni atë që nuk veproni? Kebure maqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Është e urryer shumë tek Zoti që ju të thoni atë që ju nuk e veproni. Me këtë ajet kuranor, çfarë do Zoti xhaleshanahu të na tërheqë vëmendjen? Kërkon që besimin ton mos ta lejmë vetëm në kuadrin e fjalëve. Besova, jo. Besimin ton duhet ta tregojmë me sjelljen ton, me durimin ton, me drejtsinë ton. Tjetër, çfarë është besimi i jetuar? Është dije e përkthyer në punë. Nuk është thjesht informacion i marrë, i depozituar aty dhe i arkivuar në dosjet e mendjes dhe të trurit tonë. Dija është amanet dhe kujt Zoti ja do të mirën, jep atij dije. Çdo ditë njeriu ka mundësi të mësoj, por çfarë ndodh sot, sidomos me brezin e ri? Lexojnë, kërkojnë pafund dhe dalin informacione pafund, gjë që e lodhin zemrën, nuk mund ta filtroj dot. Dhe çfarë lodhet? E le, kalon në gjëra jo të dobishme, gjë që e largojnë atë nga misioni kryesor që thamë që ishte adhurimi. Çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Nuk do të lëvizin këmbët e njeriu ditën e gjykimit pa u pyetur për 4 gjëra. Ndërto është edhe dija, çfarë ka vepruar me të.